Fillimisht në njën më të madhe do të shtojmë një banane pak më të madhe dhe bananën do të vazhdojmë që ta shtypim mirë. Pasi e shtypim mirë bananën, vazhdojmë tani që brenda të shtojmë biskotat bluara. Në total, biskotat bluara do të përdorim 350 gram. Për ta bërë pak më të ëmbël ëmbëlsirën, duhet që të shtojmë 3 lugë gjella me sheqer pluhur, aq mjafton. Gjithashtu, duhet që të shtojmë edhe 3 lugë gjella me kakao. Tani me ndihmën e një luge, përzijmë mirë njëherë, që këto përbërës që i kemi shtuar në brenda të përzihen dhe të bëhen bashkë. Tani vazhdojmë dhe i shtojmë produktet e lëngshme. Vazhdojmë më njëherë që ta shtojmë sasinë e gjalpit. Gjalp ose margarin mund të përdorni cilën të doni. Unë kam zgjedhur që të përdor gjalp të pakripur të shkrirë. Në total do të shtojmë 150 gram. Në fund fare shtojmë edhe 150 ml me qumësht të ftoftë. Qumështën nuk e shtojmë nxehtë, por të ftoftë. Njëjtë edhe gjalpi është shkrirë dhe e kam lënë që të ftofat, mos i shtoni të nxehta, sepse do t'ju çullet masa që po e përgatisim. Vazhdojmë tani njëherë me lugë, pastaj do ta ngjejsh mirë edhe me dorë, sepse në atë mënyrë do ta kontrolloj më mirë brumin. Nëse ka nevojë, shtojmë edhe 2-3 lugë gjelle me qumësht derisa të na formohet një masë e mirë. Por atë e shtoni sipas nevojës. Dhe tani që kemi brumin gati, vazhdojmë dhe t'ja japim formën. Nga ky brum mund të bëni forma të ndryshme, gjithmonë sipas shijes, mund t'i bëni edhe në formë të bombicave, por unë zakonisht preferoj që ta bëj në formë që do t'ju demonstroj sot edhe juve dhe e shërbej për mysafir duke i shoqëruar me kafe. Tani marrim një letër për pjekje dhe vazhdojmë që aty ta shtrojmë brumin e ëmbëlsirës, cilën e përgatitëm, duke ia dhënë formën e një roleje. Tani me ndihmën e letrës për pjekje, vazhdojmë ta mbështjellim dhe me kujdes t'ia japim formën e një roleje. Pasi ja japim formën e ëmbëlsirës, vazhdojmë dhe lejojmë që të ftofet në frigorifer, dikom përafërsisht 10 deri në 15 minuta, sa që shtrëngohet pak, dhe vazhdojmë t'ju japim edhe një herë formë dhe t'i dekorojmë sipër. Tani që është shtrënguar pak ëmbëlsira në frigorifer, vazhdojmë e marrim tani dhe e prejmë. Dhe tani vazhdojmë që me ndihmën e një thike të sprehtë ta prejmë ëmbëlsirën në këtë formë. Tani marrim një tenxhere më të vogël, aty brenda shtojmë dikun 100 gram çokoladë dhe e shkrim çokoladën në avull. Unë po përdor çokoladë të qumshtit. Tani i marrim pjesët e ëmbëlsirës, i vendosim kështu me kokën poshtë që të lyhen me çokoladë. Presim pak derisa të bien pjesët e tepërta dhe i rendisim në tepsi. Vazhdojmë në njëjtën mënyrë që t'i zhysim në çokoladë të gjitha pjesët. Tani sipër mund t'i dekoroni me gjithçka sipas shijeve. Unë pata pak krem lotus, të cilin e shkriva pak në ujë të nxehtë dhe do të vazhdoj që me kremin lotus t'i dekoroj sipër. Nëse nuk keni krem lotus, mund të përdorni çokoladë të bardhë, krem fëstëku, gjithçka sipas dëshirës së juaj. Tani presim edhe një herë që ëmbëlsirat të ftofen në frigorifer dikom për 10 minuta dhe janë të gatshme për të vazhduar dhe për të shijuar. Dhe të dashur miq, tani ëmbëlsirat janë gati. Nuk kam vetur më asgjë tjetër veç se të vazhdojmë dhe të shijojmë me kafen e pasdites. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju dhe do t'i shijoni me më të dashurit e juaj. Deri në video recitat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.